Sot në ambientet e Top Channel është parë çifti më i dashur për publikun shqiptar, Luiz Elli dhe Kiara Tito, ku vëmendja është përqendruar tek moderatorja bukuroshe, e cila po përgatitet për shfaqjen e fundit të këtij sezoni në spektaklin humoristik Portokalli. Kjo e diel pritet të jetë episodi i fundit i sezonit dhe si gjithmonë, Kiara Tito do të jetë në qendër të skenës, ashtu siç ka qenë gjatë gjithë këtij viti televiziv. Ajo ka shkëlqyer me prezencën e saj, me sharmin, profesionalizmin dhe natyrshmërinë që e karakterizon, duke fituar simpatinë e publikut nga java në javë. Por ajo që ka bërë vërtet përshtypje sot, ka qenë prezenca e Luiz Ellit në krah të saj, i cili e ka shoqëruar me shumë dashuri dhe përkrahje në këtë ditë të rëndësishme për të. Luizi, gjithmonë i gatshëm për të qenë mbështetja më e madhe për partneren e tij, është parë duke hyrë në ambientet e televizionit për krah Kiarës, në një atmosferë mjaft pozitive dhe të qeshur. Dashuria e tyre tashmë nuk është vetëm një histori që u lind në sytë e publikut, por është kthyer në një model marrëdhënieje që gërsheton ndjeshmërinë, partneritetin dhe përkrahjen e ndërsjellë. Ai ka qenë pranë saj në çdo hap të rëndësishëm dhe sot nuk kishte si të mungonte në ditën e fundit të sezonit të Portokallis. Për shumë ndjekës, prania e Luizit në Top Channel ka ngjallur emocione, por edhe krenari për mënyrën se si ai e mbështet Kiarën jo vetëm në jetën private, por edhe në atë profesionale. Kiara, nga ana tjetër, ka treguar se është një prezantuese me shumë potencial. Ajo ka ditur të jetë lozonjare, e mprektë dhe spontane, duke u kthyer në një nga figurat më të dashura të programit. Ky sezon ka qenë një hap i rëndësishëm për të dhe publiku shpreson që ajo të rikthehet edhe vitin e ardhshëm në ekran, ndoshta me më shumë projekte televizive që e nxjerrin në pa edhe më shumë talentin e saj. Spektakli i Portokalli këtë sezon ka patur një frym të re dhe një energji ndryshe, në të cilën Kiara ka qenë padyshim një nga elementet më të spikatur. Pjesëmarrja e saj ka treguar se ajo është shumë më tepër se sa një figurë televizive, ajo është një zë i freskët, një prezencë që të ngroh ekranin dhe një shembull frymëzimi për vajzat e reja që duan të ndërtojnë një karrierë në media. Publiku e ka përqafuar dhe e ka ndjekur me kuriozitet dhe entuziazëm çdo javë, duke e mbështetur dhe komplimentuar për paraqitjet e saj plot klas. Nga ana tjetër, momentet e sotme me Luizin janë edhe një kujtesë e bukur se suksesi është më i ëmbël kur ndan çdo arritje me ata që do më shumë. Ata janë parë të qeshur, të lumtur dhe të lidhur më shumë se kur, ndërsa Kiara përgatitet për të mbyllur me sukses një kapitull shumë të rëndësishëm në karrierën e saj. Nuk dihet ende nëse ajo do të jetë pjesë e sezonit të ardhshëm, por një gjë është e sigurt, publiku e dëshiron dhe mezi pret ta shohë sërish në ekran. Kështu, sot nuk ishte thjesht një ditë pune për Kiarën, por edhe një ditë për të festuar arritjet e një sezoni të mbushur me energji, skena të bukura dhe mbi të gjitha dashuri. E ndërsa Luizi qëndron për krah saj në prapaskena, është e qartë se mbretëria e tyre nuk është vetëm në skenë apo rrjete sociale, është një dashuri reale që frymëzon çdo ditë e më shumë.